Duhet të ndalet ndikimi politik në procesin e hetimit për tragjedinë e Koçanit, bëjnë thirrje nga BDI. Nën kryetari i integristëve Arber Ademi në Daily Click tha se ra kjo tragjedi që të ndalohet procedura e shkarkimit të kryeprokurorit Lupço Kocevski, duke aluduar në kushtëzime. Prokuroria një orë më përpara duhet të çlirohet nga ky raport kushtëzimi para të cilët janë vendosur. Edhe mbi bazën e argumenteve, provave, të drejtoj edhe këtë rast, nga më të mëdhenj që janë trajtuar nga organet hetimore të përndjekjes në vend. Pra, paramendojeni absurditetin e gjithë kësaj historie. Iniciohet procedurë për shkarkim, publikisht thuhet se kjo procedurë ka filluar dhe nuk ka kthim mbrapa, ndodh tragjedia e Koçanit, ndiqet linja partijake gjatë fazës para hetimore dhe dalin dhe thonë po e stopojmë një procedurë të tillë. Për arrestimin e ish-ministrit e ekonomisë Kreshnik Bekteshi, pas tragjedisë në Koçan ku humbën jetën 59 persona, Arber Ademi nga BDI tha se ka parë kallëzimin penal dhe propozimin e prokurorisë, që siç thotë, është absurditet dhe se bëhet fjalë për konstruksione dhe përndjekje politike. Ai thotë se familja Bekteshi ka qenë kaherë synim i përndjekjeve politike. Kreshnik Bekteshit është sprovuar gjatë jetës me konstruksione politike, me përndjekje politike. Pra në familjen e Kreshnikut ka të paktën 6 persona të cilët kanë qenë burgosur politik. Djali i Hallës, Adem Karaga, aktori, së bashku me nënën e tij, me hallën e Kreshnikut, kanë qenë burgosur politik. Para luftës së vitit 2001, 2 djemt të Hallës tjetër të Kreshnikut po ashtu të burgosur politik, 2 axhallar të Kreshnikut në vitet 70, 79, 82 burgosur politik, një axha i tretë azil politik në Suedi si pjesë e shoku Jusuf Gërvallës. Ademi gjithashtu u shpreh i habitur se si është e mundur që asnjë zyrtar aktual nuk është i dyshuar, ndërsa janë arrestuar vetëm funksionarë të qeverisjes së kaluar.